Një moment diplomatik i tensionuar ka ndodhur në samitin për Gazën, në Sharm el Sheikh të Egjiptit. Sipas raportimeve, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu pritej të merrte pjesë, por në minutat e fundit anulloi udhëtimin. Dhe arsyeja e anullimit thuhet se ishte kundërshtimi i fuqishëm i Turqisë dhe Irakut ndaj pranisë së tij në samit. Në fakt, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, sapo mësoi se Netanyahu ishte ftuar, urdhëroi aeroplanin e tij të mos ulej në Egjipt, derisa të konfirmohej se Izraeli nuk do të merrte pjesë. Edhe Iraku paralajmëroi se do ta bojkotonte takimin nëse Netanyahu ndodhej aty. Përballë presionit diplomatik, autoritetet egjiptiane njoftuan se Netanyahu nuk mund të pritej dhe kjo çoi në anullimin e pjesëmarrjes së tij. Kujtojmë se udhëheqësit botror në krye me Donald Trump u mblodhen në vendpushimin egjiptian për të nënshkruar një dokument që jep fund luftës në rripin e Gazës. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në botë, lexojeni telegrafi.com.